Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi mbar besimtarët anë kënd botës kudo që jetojnë dhe veprojnë. Vëllezër të nderuar dhe të respektuar, ja të kemi për të takuar sërish dhe për të trajtuar një prej çështjeve të rëndësishme që ka të bëjë me formimin dhe edukimin e personalitetit të njerëzit, në veçanti të personalitetit të besimtarit. Dhe ky shqetësim titullohet Si ta edukoj epshin. Epshi është prirje bazë e secilit njeri, është diçka e natyrshme, pjesë përbërëse e qenies njerëzore, të cilën e njeh Islami, madje e cilëson si një forcë të brendshme, por që kushtëzon që ajo të edukohet e të disiplinohet në mënyrë që të fitohet xheneti. Në të kundërtën, në qoftë se epshi njerëzor nuk edukohet, nuk disiplinohet, atëherë pasojat janë aq të rënda saqë bën që njeriu të devijojë dhe të ketë një përfundim fatal si në këtë botë, po ashtu edhe në botën tjetër. Epshi përfshin çdo dëshirë për pasuri, për ushqim, për nevoja seksuale, për pozitë, për rehati e kështu me radhë. Pra gjëra joshëse, tërheqëse, të nevojshme, por të cilat duhet të kërkohen e të arrihen përmes normave të përcaktuara nga Zoti i Madhërisht. Epshi është çështje shumë komplekse, në qoftë se nuk mirë punohet me të, di që të jetë edhe faktor shkatrues për njeriu. Fillimisht, Kurani i Madhërisht epshin e trajton si diçka natyrore. Prandaj Allahu kur thot në ajetin kuranor zujina lin-nasi hubbu ash-shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harth. E që do të thot njerëzve u janë bërë të dashura joshëse kënaqësitë e jetës së kësaj bote, duke filluar nga gratë, pastaj thot bitë, fëmijët, pasardhësit në përgjithësi, gjithashtu edhe pasuritë e grumbulluara prej arit dhe prej argjendit, kuajt si krijesa fisnike dhe shumë të bukura. Pastaj thot mirësitë e blegtorisë, e të bujqësisë, gjitha gjëra që njeriu ngaren pas tyre, pas arritjes dhe kultivimit të tyre, por Allahu gjithashtu thot dhalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Të gjitha këto janë kënaqësi të jetës së kësaj bote, ndërkaq tek Allahu është vendbanimi më i mirë. Allahu në njërin anë tregon se çështjet epshore janë krejtësisht natyrore, përmbushja e këtyre nevojave epshore është e patjetërsueshme, por që dëshiron të na tregojë se të gjitha këto kënaqësi, përpos që janë të përkohshme, janë mjet dhe nuk janë qëllime. Andaj thot ajo që Zoti ka përgatitur për ju, prej kënaqësive dhe mirësive të xhenetit janë shumë më të mira se sa kënaqësitë dhe mirësitë e jetës së kësaj bote. Kësaj nuk lejon që ne ti qasemi gabimisht çështjes së arritjes së kënaqësive epshore. Por epshin ta edukojmë, ta përmbushim atë në bazë të normave edukative jetësore të cilat Zoti na jep. Duke qenë se Allahu është njohësi më i mirë i qenjeve tona, i jetëve tona dhe i nevojave tona, ai më së miri di se si të na edukojë në këtë drejtim. Allahu është i gjithdijshmi absolut dhe e di mirëfilli se çështja e epshit njerëzor është çështje e ndjeshme, është çështje delikate. Andaj edhe na ka dhënë orientime dhe udhëzime të mrekullueshme se si ne ta edukojmë dhe ta disiplinojmë epshin tonë. Njerëzit e devotshëm të historisë islame, siç ishte Omeri radhiyallahu anhu, ata në raport me epshin e tyre ishin shumë të kujdesshëm. Saqë transmetohet se Omeri radhiyallahu anhu kur bë khalifi i muslimanëve, ai e linte veten pa disa gjëra që i dëshironte, vetëm për të mos u mësuar zemra e tij me epsh. Andaj tha, nëse nuk i edukojmë
vetët tona me privim nga dëshirat, ajo do të na robroj. Pra edhe për gjërat që ka pasur nevojë për to. Në disa raste e ka privuar veten e tij prej tyre, vetëm që mos lejoj që epshi i tij të bëhet kërkues maksimalist. Ku çdo gjë që i vije në dëshirë, në pasion, duhet ta ketë ta realizoj. Ka dashur që ta edukoj shpirtin e tij, respektivisht epshin e tij me përmbajtje, me vetëpërmbajtje, me edukat. Andaj e ka privuar veten prej disa gjërave të nevojshme për të, në mënyrë që zemra e tij të mos jetë për atyre që do të robërohet nga epshi. Por që epshin e tij ta robëroj me devotshmëri dhe me kujdes të veçantë ndaj tij. Roli i epshit në jetën e besimtarit është shumë i drejtë për drejtë dhe i rëndësishëm. Prandaj Allahu i Madhërisëm fillimisht epshin e trajton si sprovë, si diçka me të cilën ne do të sprovohemi në jetën e kësaj bote, sepse Allah ka krijuar epshin si pjesë e provës së jetës sonë. Prandaj thot Allahu në Kur'an: "Wa nafsin wa ma sawaha", pasha shpirtin dhe atë që e përsosi. Pra Allah betohet për shpirtin e njeriut i cili ka prirje që të orientohet nga epshi. Prandaj thot: "Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su". Shpirti i njeriut ka prirje që të cytet me diçka të ligë nga nevojat epshore, padyshim. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allahu thotë se ai ja mësoi atij njeriu pra shtejet mëkat dhe shtejet devotshmëri. وَقَدْ خَابَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ دَسَّهَا. Ka shpëtuar ai i cili e ka pastruar, e ka mbrojtur shpirtin e vet nga çdo ndotje eventuale. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا. Ndërkaq ka humbur ai që e ka ndyrë shpirtin e vet. Pra, duke ja realizuar çdo kërkesë e shpirtit vet apo epshit vet, duke mos e edukuar atë si duhet. Për dallim pra atij i cili e ka edukuar epshin në nivele të larta edukative, saqë jo çdo gjë që epshi ja kërkon ai e realizon, ose e realizon vetëm duke i respektuar ligjet e Allahut, pra duke ndjekur rrugën legjitime. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam në një hadith tregon e thotë se e gjithë jeta e kësaj bote është kënaqësi dhe ëmbëlsi, pra karakterizohet me një tërheqje që është e pamundur që të evitohet ajo. Thot: "Inna dunya hulwatun khadira." Jeta e kësaj bote është e ëmbël dhe është tërheqëse. "Wa inna Allaha mustakhlifakum fiha." Ndërka që Allah është ai i cili ju ka bërë që jetonin jetën e kësaj bote, që ta realizoni misionin dhe rolin që e keni të mëkëmësisë. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Dhe që të shikoj se si po veproni ju. Pra Allahu na ka sjellur në jetën e kësaj bote, e cila karakterizohet me ëmbëlsi dhe me tërheqje, për të na sprovuar neve se si po veprojmë, çfarë përpozgjedhim prej veprimeve tona. Pra tregon se realiteti i jetës së kësaj bote është joshës. Epshi njerëzor në ballafaqim me kënaqësitë e jetës së kësaj bote tundoset, ndikohet. Por çfarë bën njeriu që të jetë i kujdesshëm? Edukata. Edukata fetare, e cila realisht është edukata më e lartë morale. Hasan el Basriu thoshte: "Epshi është armiku yt më i afërt. Ai është brenda teje, nëse nuk e disiplinojmë, do na shkatroj. Sepse epshi është shembulli i vetkontrollit dhe jetesës së thjeshtë, me gjithë famën dhe dijen që mund ta ketë njeriu." Pra po e trajton Hasan el Basriu epshin si armikun më të afërt. Dhe realisht kësaj është. Nuk ka armik më të afërt për ne se sa epshi ynë. Epshi individual. Epshi i ngulitur në shpirtrat tonë. Nga sa i ditë na cyt për keq. Dhe nëse ne nuk e edukojmë, nuk e disiplinojmë, atëherë ai do të bëhet faktori kryesor i shkatrimit tonë. Por kur ne e edukojmë epshin, do ta bëjmë mikun më të afërt, mikun më të mirë. Për arsye se edukimi i epshit çon në ngritje, çon në zbatim të urdhave të Allahut konform normave legislative të përcaktuara nga ana e tij. Cilat janë mjetet që Zoti i përmend në Kur'an ose përmes Muhamedit alayhi sallam që neve na ndihmojnë në edukimin e epshit? E para për tyre është namazi dhe adhurimi. Pra adhurimi i përgjithshëm si koncept islam dhe namazi si
pasqyrimi më i mirë i adhurimit ka shi Allahut të Madhërisëm. Allahu për namazin çfarë thot? Inna s-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Pa dyshim se namazi ndalon nga gjërat e këqija dhe të shëmtuara. Nuk ka mburojë më të fuqishme për besimtarin se sa praktikimi i namazit. Nuk ka faktor më të drejtë për drejtë që ndikon në edukimin e epshit të njeriut se sa namazi. Nga se namazi bëhet pengesë e fuqishme mes nesh dhe mes joshjeve epshore, mes dëshirave pasionante që ne mund të kemi në raport me kënaqësitë e jetës së kësaj bote. Për na bën që ato ti kuptojmë, ti pranojmë dhe ti përjetojmë sipas asaj që duhet, jo sipas asaj që ne mendojmë apo pretendojmë, por sipas asaj që Zoti urdhëron e thot, sipas asaj që na mëson njeriu më i ndershëm, më i ditur dhe më i vetëpërmbajtur, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Uthmani radiallahu anhu, kur e dëgjonte një ajet që fliste për zjarrin e xhenemit, zbehej në fytyrë dhe shpesh i binte të fikët gjatë namazit nga frika e Zotit. Shikoni se çfarë devotshmërie të lartë kanë pasur sahabët, e në veçanti halifet e drejtë, të cilët u edukuan me edukat pejgamberike. Prandaj edhe e morën statusin e udhëheqësve të drejtë dhe të pasuesve në udhëheqje të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Ai kur i dëgjonte disa ajete që ja përkujtonin zjarrin, ja përkujtonin ahiretin, ai rënqethej, jo rallëherë edhe e humbte vetdijen e tij nga respekti i madh që kishte për Allahun e Madhërisëm. Për dallim për nesh sot fatkeqësisht ku shumë pra ajeteve i dëgjojmë, i lexojmë, por nuk rënqethemi. Dhe kjo tregon për atë se zemrat kanë filluar të ngurtësohen. Zoti na ruajt nga zemrat e ngurta. Andaj duhet që zemrat të zbusin me përulje kërshi Zotit Madhërisëm. Në mënyrë që epshi ynë të edukohet në nivele të larta, ashtu siç janë edukuar sahabët e nderuar. Agjërimi është gjithashtu prej mjeteve të drejtë për drejta që ndihmon në edukimin e epshit të njeriut. Prandaj pejgamberi Allahut kur i këshilloi të rinjët dhe të rejat e shoqërisë së tij në Mekë, dhe rrjedhimisht edhe neve gjithashtu, u tha se o i rini, ju duhet që të martoheni sa më shpejt që të keni mundësi. Pastaj tha, wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wajh. E kushdo që s'ka mundësi që të martohet, por arsye të ndryshme, atëherë le ta agjërojë nga se agjërimi i bëhet mburoj. Agjërimi i bëhet shkak i edukimit dhe i disiplinimit të epshit të tij. Njerëzit që vazhdimisht agjërojnë janë më të mbrojtur nga ndikimet epshore. Janë më të mbrojtur nga rënjet në harame. Sidomos në haramet që kanë të bëjnë me imoralitet. Nga se kur ne agjërojmë, jemi përballë Allahut Madhërisëm përmes një ibadeti të jetë fisnik. Prandaj e ruajmë jo vetëm zemrën tonë, jo vetëm trupin tonë, por edhe sytë, edhe veshët, edhe çdo gjë që e karakterizon fizikun e njeriut. Dhe kësaj ne bëhemi të mbrojtur nga ndikimet e jashtme që mund të na çojnë në humbje apo në prishje të moralit tonë, Allahu na ruaj. Abdullah ibn Mesudi i këshillonte të rinj të agjëronin për të ruajtur pastërtinë e tyre dhe për të larguar nga tundimet. Ai që agjëron zakonisht është më i mbrojtur nga tundimet epshore me të cilat mund të joshet dhe të provokohet. Pastaj vetdia për Zotin, takvalloku, kur ne vazhdimisht e kemi parasysh se Allahu na sheh, Allahu na dëgjon, kur ne vazhdimisht e kultivojmë ndjesinë e mbikëqyrjes së Allahut ndaj nesh, kjo është një mburojë e fuqishme për epshin tonë. Pra, krahas edukimit që ne e përfitojmë, gjithashtu na ngritet vetdia në nivele të larta, të asaj se Allahu na mbikëqyr, të asaj se Allahu nuk mund të iket dhe nuk mund të fshihet asgjë. Prandaj Allahu në Kur'an tha: "Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa." Që do të thotë sa për atë që i friksohet qëndrimit para Zotit vetë, para ditën e gjykimit, kur do dalë për dhënë llogari para tij, vazhdimisht e ka në ndërdijen e tij, në pasqyrimin e tij të përditshëm e të përnaçëm faktin që do të dalë para madhërisë së Allahut, andaj thot Allahu i Madhërisëm atij do t'i jepen 2 vendbanime në xhenet. Në xheneti do të jetë vendbanimi i tij i përhershëm dhe ai do të gëzojë përmirësimet e tij. Sepse kjo vetdije e lartë fetare, ky takvallëk, kjo devotshmëri
bëhet mburoj e drejt për drejt dhe e fuqishme për mos rënje në mëkatime. Ibrahim an-Nakhaiu, një njeri i ditur dhe jashtëzakonisht i devotshëm i gjeneratave të para, dietar nga tabiinët, ishte i njohur për ulësinë dhe për shmangjen e çdo lloji mëkati. Andaj ai tha, unë nuk dua që të më shoh Zoti im atje ku ai ndalon. Sa thjesht, sa qartë, sa bukur, por sa kuptiplote është kjo fjalë. Pra, thot, unë nuk dua që të shkoj në një vend e të më shoh Zoti aty ku ai ka ndaluar që unë të frekuentoj, apo të veproj një vepër të cilën Zoti e ka ndaluar që unë ta veproj. Çdo herë kanë pasur parasysh faktin që Allahu nuk mund t'i iket dhe kanë qenë të turpëruar para Allahut vetëm ta mendojnë mëkatimin apo rënien e imoralitet e jo më ta veprojnë atë. Epshi dhe sprovat e kohës moderne është një prej sfidave dhe temave që kanë nevojë për të trajtuar. Andaj në kohën e sotme epshi ushqehet përmes rrjeteve sociale, përmes pornografisë, reklamave, përmes materializmit. Dhe Islami ofron disa mekanizma mbrojtës. Në jetën moderne, në kohën ku mbretëron bota teknologjike, rrethanat janë lehtësuar për të mëkatuar, para se janë lehtësuar edhe për të përfituar, dhe për këtë arsye besimtarët e kanë për detyrë që të jenë të kujdesshëm. Nga se para sa na lehtësohen rrethanat e mëkatimit, parash duhet të ndërmarrim edhe shkaqet e mbrojtjes dhe shkaqet e suksesit në mos rënje në këto mëkate. E para për tyre është ulja e shikimit. Andaj Allahu i Madhërisëm në Kur'an i urdhëron besimtarët dhe besimtarët që ta ulin shikimin e tyre. Nga këtu fillon çdo gjë, si për nga aspekti i arritjes së devotshmërisë, si për nga aspekti i devijimit. Shikimi është ajo që realisht i jep kahje dhe orientim jetëve tona, edhe formimeve tona. Prandaj Allah thot: "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Thuaj o besimtarëve, o Muhammed, në përgjithësi që t'i ulin shikimet e tyre dhe t'i ruajnë nderet e tyre. Ruajtja e nderit fillon nga ulja e shikimit. Prandaj e ka përmendur të parën pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, apo Allahu faktikisht në Kur'an. Dhe për këtë arsye pejgamberi Allahut ka qenë shembull i mrekullueshëm në këtë drejtim. Ai madje e ka cilësuar shikimin në haram për meshkujt tek femrat dhe anasjelltas për femrat tek meshkujt si një shigjet e iblisit. Në momenti kur ne e hedhim shikimin aty ku nuk duhet, vetëm se e ka hedhur iblisi shigjetën e tij. Aty fillon çdo gjë. Në qoftë se ne nuk tregojmë të devotshëm dhe nuk e ulim shikimin ato momente, epshi ynë do të kërkojë që të shikoj edhe më tepër. Epshi ynë do të kërkojë që të hulumtoj më tepër për atë person, në mënyrë jo legjitime, në mënyrë të ndaluar. Por kushdo që e ka nën kontrollin e tij shikimin, e edukon shikimin e tij në nivele kaq të larta devocionale, ai do të jetë në gjendje që ta kontrollojë epshin e tij, ta edukojë atë, madje edhe ta robërojë atë përmes mësimeve kuranore dhe pejgamberike. Fudail ibn Iyadhi, kur e pa një vajzë të re në rrugë dhe e uli shikimin me njëherë, ai tha: "Një shikim i lejuar sot mund të bëhet një plagë për zemrën nesër." Ai e tha këtë kur ishte i nevojshëm për martesë. Njeriu në prag të martesës, padyshim se për ta martuar dikë duhet që ta sheh, duhet që ta kërkojë dorën e dikujt. Edhe pse e pa një vajzë të re e cila ishte tërheqëse dhe i pëlqeu atij, ai e uli shikimin. Dhe tha: "Një shikim i lejuar sot mund të bëhet plagë e zemrës nesër." Pa deri në këto nivele të larta kanë qenë të edukuar këta njerëz të ndershëm dhe të mëdhenj, me karaktere jashtëzakonisht të fuqishme. Pra kur ne e edukojmë syrin ton, shikimin ton, e mbrojmë zemrën ton. Mjedisi është shumë i rëndësishëm në edukimin e epshit. Aty ku shkojmë, aty ku qëndrojmë, me kë shoqërohemi, çfarë bëjmë aty, çfarë veprojmë, janë çështje që realisht edhe i orientojnë edhe veprimet tona, por edhe përfundimet tona. Prandaj pejgamberi Allahut vazhdimisht na ka këshilluar që të kemi kujdes se kë po e shoqërojmë, kë po e bëjmë mik të ngushtë, me kë po lidhemi ngushtë përmes lidhjes shoqërore e kështu me radhë, nga se kjo ka ndikim të drejtë për drejtë në
karakterin ton, në formimin ton, e madje edhe në fetarin ton. Prandaj ka thënë, le të shikoj secili prej jush se kë po e merr për shok të ngushtë, nga se shoku ndikon në fenë e njeriut. Sufjan el-Thauri, kur e pyetën se si e ruan veten nga mëkatet, ai tha, unë rri me njerëz që më kujtojnë Allahun edhe më çortojnë kur gaboj. Nëse kemi shoqëri të atill që kur ne e harrojmë Allahun, na përkujtojnë atë, dhe kur ne gabojmë, ata na çortojnë, kjo është mirësi jashtëzakonisht e madhe. Andaj duhet që t'i hulumtojmë këta njerëz, të shoqërohemi me ta në mënyrë që ta edukojmë epshin ton. Në një mjedis ku vazhdimisht folet për gjëra epshore, në një mjedis ku vazhdimisht shikohen haramet, aty është pothuajse e pamundur që të mos ndikohemi për keq. Sikurse është pothuajse e pamundur që të mos ndikohemi në mjediset e mira, në mjediset morale dhe të devotshme. Roli i diturisë është kyç në edukimin e epshit. Njeriu realisht është ai çfarë di, ai çfarë ka përvetësuar nga njohuritë e ndryshme. Prandaj sa më shumë që dim prej diturive të shëndosha, të pastërta, aq edhe më të edukuar bëhemi. Dituria është udhëzimi kryesor, është ndriçimi më përmbajtësor që ne mund t'ja bëjmë veteve tona. Prandaj, pa dije, epshi mbretëron mbi arsyeën. Dhe për këtë arsye, Allahu në Kur'an thot: "Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah." Mos e paso epshin tënd, pasionet dhe dëshirat tua, nga sa ato vinë pa rreshtur, njëra pas tjetrës. Se nëse ti e bën një gjë të tillë, ajo do të largojë nga rruga e Allahut. Pra mos e ndiq epshin se të largon nga rruga e Zotit. Ne nuk duhet ta ndjekim epshin, por duhet ta edukojmë epshin. Duhet të analizojmë kërkesat e epshit. Çfarë po kërkon epshi tani në këto momente? Po kërkon diçka që është e nevojshme për ty, por mënyra që dëshiron që ti ta realizosh atë është e gabuar. Atëherë çfarë bëjmë? I themi epshit ndal. Kjo nuk është mënyra që unë duhet ta ndjek. Do të bëj durim derisa Allah të më mundsojë mënyrën e duhur për ta përmbushur atë nevojë epshore. Imam Shafiu, kur e pa një grua për një moment, madje ja pa vetëm thembrën e këmbës. Ai u ndi shumë keq, saqë shkoi tek mësuesi i tij, ngjarja që është e mirë njohur për shumicën e muslimanëve, dhe kërkoi këshill, kërkoi udhëzim, dhe ai e këshilloi që të ruhet nga mëkatet, nga se dituria është nur, është dritë që nuk i jepet mëkatarit, i jepet vetëm të devotshmit. Prandaj e kritikoi veten dhe u kthye tek dituria, tek kërkimi i saj, dhe edukoi epshin e tij. Ndonse ajo çfarë pa nuk kishte me prapavi pa të keqe, ishte krejtësisht e rastishme dhe nuk pa vetëm se thembrën e një gruaje. Por niveli i tij i lartë i devotshmërisë, edhe shënimi i stolicës së shpirtit e tij me devotshmëri bëri që ai të fiksohet edhe në këto momente, saqë i u përkushtua me zell dhe më të shtuar kërkimit të diturisë. Andaj besimtarët nderuar, çështja e epshit është çështje tetë e rëndësishme në jetën e besimtarit, nga se orientimi i epshit realisht do të thotë edhe orientim i jetës sonë. Por se çfarë shpërblimi kemi tek Allahu nëse ne tregohemi të kujdesshëm në edukimin e epsheve tona, do ta kuptojmë me lejen e Allahut pas një pauze të shkurtër. Andaj qëndroni me ne. Të dashur televizionist, rikthehemi sërish për të trajtuar pjesën e mbetur të një prej shqetësimeve më të rëndësishme në jetën e njeriu, në veçanti në jetën e një të riu, e që është si ta edukoj epshin. Treguam se sa rëndësi të lartë Allahu i Madhërisht përmes Kuranit i kushton edukimit të epshit, disiplinimit të epshit. Gjithashtu përmendëm shumë prej argumenteve kuranore dhe ato pejgamberike se si realisht ne duhet ta edukojmë epshin ton. Çfarë nënkupton edukimi i epshit? Çfarë do të thotë të jesh i edukuar në aspektin epshor? Gjithashtu përmendëm edhe atë se kërkesat epshore janë krejtësisht natyrore, por ajo që nuk është natyrore është realizimi i çdo kërkese epshore me çdo kusht. Ajo bëhet vetëm përmes
përmbushjes së kritereve bazike të ushqyerjes e pshore. Dhe argumentet që dëshmojnë për një gjë të tillë janë të shumta. Se si njeriu fillimisht duhet ta ngrisë vetdijen e tij të lartë në raport me Allahun e Mëdhërisëm, pastaj edhe se si duhet ta pasojë shembullin më të mirë, atë të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam në këtë drejtim. Për fund dua të përmend edhe një prej gjërave që realisht neve na zgjon kërshërinë edhe më shumë për t'u edukuar epshërisht, e që është arritja e shpërblimit. A kemi shpërblim ne kur edukojmë epshin ton? Cili është ky shpërblim? Edhe çfarë do të thotë që besimtari ta edukojë veten në aspektin epshor në nivele të larta e të shpërblehet për një mund të tillë? Për gjitha këto ka argumente të shumta në Kur'anin Famadh, ku Zoti i Madhërisëm na drejtohet dhe na edukon realisht se si ne edukohemi shpirtërisht përmes edukimit të epshit, por edhe shpërblemi me ndihmën e tij. Allahu në ajetin që e citova pak më herët, ku thot wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, se i përket atij i cili vazhdimisht e ka parasysh qëndrimin para madhërisë së Allahut në ditën e gjykimit. Atëherë Allah thot, shpirti i tij do të jetë vazhdimisht i kujdesshëm dhe i vëmendshëm që të mos bie në kërkesa të liga epshora, apo në kërkesa dhe nevoja të qëndrueshme, por përmes mënyrave të gabuara. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Ai çfarë bën? Ai e pengon epshin e tij nga gabimi, e pengon epshin e tij nga devijimi. E çfarë ka për këtë? Fe innal jannata hiya al-ma'wa. Por një njeri që është i kujdesshëm në edukimin e epshit të tij, Allahu ka garantuar xhenetin. Secili prej nesh jemi në kërkim të xhenetit. Secili prej nesh dëshirojmë që të jemi prej banorëve të xhenetit. Dhe Allah po tregon se rruga më e lehtë për ta bërë një gjë të tillë është përmes edukimit të epshit. Kur besimtari edukon epshin e tij, realisht e lehtëson rrugën e tij drejt xhenetit, drejt hyrjes në të. Ja mundson vetes shoqërimin me pejgamberët e Allahut, në veçantë me Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Nga sa ata të cilët tregohen të moralshëm në jetën e kësaj bote, do të jenë më afër se sa çdo kush tjetër në afërsitë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit. Sepse kështu na mësojnë hadithet pejgamberike. Gjithashtu, një prej 7 kategorive që në ditën e mahsherit, në ditën e pritjes për dhënë llogari, që nuk do të jetë ditë e lehtë, do të jetë edhe kategoria e atyre të rinjve dhe të rejave që kanë pasur mundësi që të bëjnë immoralitet. Janë joshur, janë provokuar nga gra dhe burra të pasur e të bukur, por nuk kanë rënë prej këtyre joshjeve dhe provokimeve, sepse kanë pasur parasysh çdo herë takimin me Allahun e Madhërisëm. Prandaj thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam se në ditën e gjykimit, ndër 7 kategoritë që do të strehohen në hijen e arshit të Allahut, do të jetë edhe ai i ri dhe ajo e re që është ftuar nga një femër e bukur apo nga një mashkull i bukur, nga një femër apo nga një mashkull me status të lartë që ka pasur fuqi materiale apo autoritative në vendin e tij, por që ky nuk ka pranuar që të bëjë immoralitet me të. Ky person në fazën më impulsive të jetës, madje edhe në fazën që karakterizohet me gjendjen më të theksuar e pshore të tij, ai ka treguar kujdes të veçantë, ka treguar devotshmëri, ka thënë jo, unë nuk e bëj një gjë të tillë, sepse unë nuk kam hesab që ta humb raportin tim me Allahun e Madhërisëm, nuk ma qet llogaria që unë për një kënaqësi mashtruese të jetës së kësaj bote, disa minutëshe unë ta rrezikoj amshushmërinë time në jetën e ahiretit. Prandaj ka duruar, është treguar i durueshëm, është treguar i vëmendshëm, saqë e ka marrë epitetin e një prej 7 kategorive të privilegjuara që do të strehohen në hijen e arshit të Allahut në ditën kur nuk do të jetë hije tjetër përpos hijes së arshit të tij. Edhe Jusufi alayhis salam është shembulli më i mirë në këtë drejtim, i cili në kulmin e fuqisë së rinisë, në kulmin e nevojave epshore, jetësore, ai u tregua i vëmendshëm. Atëherë kur Zulejhaja, gruaja fisnike e pallatit mbretëror, gruaja e ministrit të ekonomisë dhe të financave të Egjiptit,
gruaja e cila e rriti, e cila e edukoi, dhe gruaja e pronarit e tij, i cili çdo gjë atij ja mësoi, ra prej e cytjeve të djallit mallkuar për shkak të bukurisë së madhe që e kishte Jusufi a.s. dhe për shkak të karakterit mrekullueshëm që ai e kishte dhe kërkoi imoralitet prej tij. Madje i ndërmori të gjitha masat e nevojshme, e eliminoi çdo mundësi të vetme që të refuzohej nga Jusufi a.s. Por fuqia e imanit, fuqia e besimit i tejkalon të gjitha pengesat e mundshme. Edhe atëherë kur gjithë fuqitë botërore dëshirojnë që na detyrojnë të bëjmë diçka që është në kundërshtim me ligjet e Allahut Madhërisëm, fuqia e imanit ka mundësinë dhe fuqinë që ti mund të gjitha. Prandaj kur ajo i tha hej telek, ja ku jam për ty, më shfrytëzo, bëj me mua çfarë të duash, ai tha ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Tha ruana Zot, larg qoftë që unë ta bëj një gjë të tillë. Larg qoftë që unë të bëj imoralitet. Larg qoftë, ruana Zot, që unë ta hidhroj Allahun e Madhërisëm për një kërkesë kaq të ulët apo për një nevojë timen e pshore. Ajo çfarë Zoti ka përgatitur për mua është shumë më e mirë se sa kjo që ti po më ofron mua. Shikoni se sa i kujdesshëm ka qenë Jusufi a.s. A nuk ka qenë i ri, a nuk ka pas nevojë? Padyshim se po. A nuk ka pasur mundësi pa e marrur vesh askush që ta bëj këtë vepër kaq të ulët? Ka pasur mundësi, por nuk e ka bërë. Për arsye se ai nuk ka dashur ta hidhrojë Allahun për ta kënaqur dikë. Qoftë edhe epshin e tij. Por e ka edukuar epshin e tij, e ka frenuar atë. E ka përkujtuar Allahun në ato momente, në ato çaste. Andaj, rini e dashur, vëllezër dhe motra, unë e di se jeni në fazën më kritike të jetës. Jeni në fazën më të rëndësishme të jetës. Dhe mundësitë për të bërë imoralitet janë shumë të mëdha sot. Nëse përpara shtëpitë e imoralitetit kanë qenë në vendet e caktuara dhe janë bërë me para, sot nuk ka më nevojë që të shkohet në për ato shtëpi. Fatkeqësisht, mundësitë për të bërë imoralitet janë kudo. Madje edhe pa pasur nevojë që të spenzohet para. Për arsye se është përhapur imoraliteti më të madhe. Dhe kjo është një fatkeqësi shkatërruese për shoqërinë tonë dhe për shoqërinë njerëzore në përgjithësi. Andaj ju të ri dhe të reja që sprovoheni, që josheni, që provokoheni me këso lloj sprovash, qëndroni të fuqishëm përballë Allahut Madhërisëm. Qëndroni të kujdesshëm. Mos i jepni më të shtrejtën për diçka shumë të ulët, nga se çdo nevojë pshore do t'ju përmbushet. Vetëm kërkojeni atë dhe përmbusheni në mënyrë të duhur. Nuk ngelet askush në botë pa përmbushje të nevojave, qofshin edhe pshore, por duhet t'i zgjedhim mënyrat e duhura. Duhet t'i përzgjedhim edhe mjetet e duhura, në mënyrë që ne të arrijmë lumturinë reale në jetën e kësaj bote. Sa shumë njerëz që kanë bërë zina, imoralitet, me njëherë janë penduar për atë që e kanë bërë, sepse e kanë ditur që e kanë humbur më të shtrejtën. Nuk rikthehet më pastërtia morale në momentin që humbet. Është e vërtetë që pendimi pranohet, është e vërtetë që mëkatimi asgjësohet, por dallon ai i cili e ruan pastërtinë e tij morale prej atij i cili nuk e ka ruajtur, edhe nëse është penduar. Dallon ai i cili është treguar maksimalisht i kujdesshëm prej atij i cili nuk është treguar i tillë. Dallon një besimtar i cili ka pasur mundësi madje maksimale për të vepruar imoralitet, për të kryer akte imorale prej atij i cili ka ngarendur pas këtyre akteve. Prej atij i cili i ka krijuar gjitha mundësitë dhe kushtet e nevojshme për të bërë imoralitet. Andaj, keni frikë Allahun e Madhërisëm, ruani imanin, nga se nuk ka vlerë më të madhe se sa imani, pastaj ruani moralin tuaj, nga se nuk ka vlerë më të madhe pas imanit se sa morali juaj. Njerëzit e moralshëm janë njerëzit më me vlerë tek Allahu dhe pastaj edhe tek Resulullahu alayhi salatu wasalam. Njerëzit e moralshëm janë njerëzit më të ngritur, janë njerëzit më të shpërblyer tek Zoti i Madhërisëm. Në botën e përtejme e para se gjithash edhe në këtë botë. Njerëzit e moralshëm reflektojnë urtësi, reflektojnë devotshmëri kudo që të shkojnë. Njerëzit e moralshëm janë njerëz të pastërtisë, të qiltërësisë, lirësisë. Janë njerëz që u ka hije edhe fjala edhe vendi. Andaj kushdo që e ruan moralin e tij, nuk bie prej e joshjeve imorale
ai do të bëhet një shembull i mirë për familjen e vet, por edhe për shoqërinë ku ai jeton. Për fund vetëm disa hapa praktik do t'i përmend për gjithë ata të cilët kanë problem me edukimin e epshit të tyre. Normalisht këto më shumë janë përmbledhja asaj që unë e thash dhe një rikujtim i mesazheve kryesore, e që hapi i parë që çdo herë duhet ta kemi parasysh është përkujtimi i takimit me Allahun e Madhërisëm. Ashtu siç ka bërë edhe Jusufi a.s., i cili në momentin kur u sprovua me atë grua të bukur, ai e përkujtoi Allahun. Dhe ashtu siç Allahu i ka vlerësuar dhe i ka cilësuar të devotshmit përmes ajetit të Kuranit, i cili thot: "Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah." Edhe ata të cilët, pra pejtë devotshme, kur gabojnë, kur mëkatojnë, çfarë bëjnë? E përkujtojnë Allahun në ato momente. Nuk e justifikojnë vetveten kur gabojnë. Nuk thonë, hajtë se jam i ri, hajtë se jam e re, hajtë se kam kohë për me u pendu, hajtë se kam kohë me i lanë këto gjana, hajtë se jam i pamartume, apo e pamartume, lejohet me bëni gjatë tillë. Por ata e përkujtojnë Allahun me njëherë. Dhakarullah, e kujtojnë Zotin, fastaghfiru li dhunubihim, edhe kërkojnë falje për gjunat e tyre, për padrejsinë që ja kanë bërë vetes tyre, shpirtit tyre. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. E kush i fal mëkatet përpos Zotit Madhërisëm. Ne gjithë ditën mund ta justifikojmë veten, mund t'ja bëjmë rrafsh vetes se jemi të ri, kemi gabuar, na falet, por realisht ai që i fal mëkatet tona është Allah, nuk jemi ne. Nuk janë as ata që ne mund t'ju bëjmë atyre padrejsi. Nuk janë as ata që ne mund t'i qënderojmë, Allahu na ruajt. Por është Zoti i Madhërisëm, ai i cili i fal njerëzit, ai i cili u pranon pendimet dhe kërkim falit e tyre. Pastaj, kjo vetdije e lartë, në momentet ku ne sprovohemi, jo shumë me diçka, në momentet ku të ndohet epshi ynë përmes asaj që i servohet, ngritet edhe duke e pasur parasysh faktin që nuk humbet xheneti për një kënaqësi mashtruese të jetës së kësaj bote. Nuk jipet e përhershmja për të përkohshme. Nuk jipet e pa kufizuara për të kufizuara. Nuk jipet kënaqësia e përhershme për kënaqësi të përkohshme. Sa herë që jeta ju servon diçka, sa herë që dikush vije dhe ju provokon, e në veçanti për çështje morale, për çështje epshore, mos bjerë prej e saj. Ndalu, kujtoje Zotin. Thuaj, unë nuk mund ta bëj një gjë të tillë. Larg qoftë që unë me ra prej e kësaj joshje imorale. Me hidhru Allahun e Madhërisëm. Nëse i hidhrej Allahun, si ka mundësi të jemi lumtur? S'ka mundësi. Nëse unë e hidhrej Allahun, nëse unë e qënderoj vetveten, e njollos moralin tim, me çfarë fytyre do t'i kërkoj Zotit pastaj xhenet? Si do t'jem unë pastaj për familjarët e mi, çfarë shembulli do t'jem unë? Edhe nëse askush për familjes nuk mund t'a di se dikush mund të bëj imoralitet. Është Allahu ai i cili e di. Dhe pasojat e imoralitetit janë të menjëhershme në jetët tona. Ato vinë në mënyrë zinxhirore dhe në mënyrë aktive. Edhe nëse askush prej familjarëve nuk mund ta di se dikush ka bërë imoralitet, Allahu nuk lejon që ky të jetë modeli i mirë për të pasuar në familje. Lindin disa gjëra, lindin disa pasoja në familje që pastaj nuk i dëgjohet fjala e tij, nuk pasohet, nuk respektohet, nuk nderohet, e madje as edhe në momentet më të vështira të jetës së tij, në veçantë në pleqëri, askush nuk kujdeset për ta. Këto janë pasojat të imoralitetit. Pastaj, hap tjetër i rëndësishëm është edhe leximi i vazhdueshëm i librit të Allahut. Ai që lidhet me librin e Allahut, vazhdimisht do të jetë i edukuar në epshin e tij. Ajetet kuranore që neve na vijnë gjatë leximit apo edhe gjatë dëgjimit, na i përkujtojnë gjitha mirësitë e Allahut Madhërisëm. Na i përkujtojnë sekuencat e ditës së gjykimit. Na përkujtojnë takimin me Allahun e Madhërisëm. Na përkujtojnë faktin që kjo jetë është kalimtare dhe ne jemi udhëtar. Na përkujtojnë faktin që jeta e përtejme është jeta reale. Se në ditën e gjykimit do të merrem në llogari, do të na pyet Allahu i Madhërisëm për jetën tonë, për rinin tonë, për shëndetin tonë, për pasurinë tonë, për çdo gjë që ka të bëjë me ne. Dhe ne duhet kemi përgjigjet përgatitura. Atje nuk mund të iket përgjegjësisë. Atje nuk mund të fshihemi.
atje nuk mund të ndërhyjmë me asgjë tjetër se kësaj bote. Jemi thjesht ne dhe Zoti i plotfuqishëm. Në qoftë se edukojmë epshin tonë, nuk bijmë prej e kërkesave dhe pasioneve të tepruara epshore. I ndjekim rrugët legjitime të përmbushjes së nevojave tona epshore. Paramendojeni se çfarë madhështie është kjo dhe çfarë lehtësie është kur të dalim para madhërisë së Allahut. Të dalim koklart, jo kok ulur, krenar e faqebardh, të dim se çfarë do t'i përgjigjemi Zotit në këto pyetje. Kur të na thot Allahu, o robi i Zotit, ti patë mundësi me bëj immoralitet, pse se bën immoralitetin? Sepse pata frikë prej teje, o Allah. Sepse nuk deshta unë me dhon atë që është e përhershme për të përkohshme. Nuk deshta unë mu mashtru për disa kënaqësi mashtruesit jetës kësaj bote e me humbë ëmbëlsinë e imanit e kënaqësinë e xhenetit. Allah do t'i thot futu në xhenet, sepse xhenetin për ty i kanë përgatitur. Por dallim për atyre që kanë bërë immoralitet, kanë ra prej joshjeve, kanë mëkatuar rënd, ata do t'jenë kokë ulur. E kur t'ju thot Allahu, pse e bën këtë immoralitet? Çfarë do të thonë ata? A do të thonë se kanë pasur diçka mangu? Jo, asgjë s'kan pas mangu. A do të thonë se ata e kanë pasur të detyrueshme? Jo, absolutisht jo. Njeriu vepron ato që e përzgjedh vet. Si do ta kërkojnë xhenetin ata tek Allahu i Madhërisht? Andaj ki kujdes edhe prej tani orientoje pozicionimin tënd se ku dëshiron të jesh. Për atyre që do të shoqërohen me pejgamberët e ndershëm dhe të devotshëm që edukuan epshin e tyre, apo për atyre që e çnderuan veten dhe i çnderuan të tjerat. Dhe për fund, hap tjetër konkret është gjithashtu edhe të lexosh për biografinë e njerëzve të ndershëm, duke filluar nga pejgamberët e Allahut, sikurse ngjarja e Jusufit alayhis salam dhe shumë ngjarje të tjera, sikurse sahabët, tabiinët dhe tebi tabiinët, pra 3 gjeneratat e arta të ummetit të ngritur, të cilët janë ruajtur prej harameve, e kanë edukuar epshin e tyre në nivele që për ne sot duken të çuditshme. Sikurse i përmendëm disa prej tyre, të cilët jo që janë ruajtur në harame, por janë ruajtur edhe në halale për të mos rënë në harame. Jo që janë ruajtur për gjërave që qartësisht kanë qenë të ndaluara, por janë ruajtur edhe për gjërave të dyshimta në mënyrë që të mos bien në harame. Lutim Allahun e Madhërisht të na bëjë për besimtarëve të cilët e edukojnë epshin e tyre dhe bëhen model pasues i pejgamberëve të Allahut, bëhen për atyre që kur imanin dhe moralin nuk e njollosin për asgjë të kësaj bote, dhe bëhen për atyre që Allahu në ditën e gjykimit do ia jep xhenetin, atëherë kur qëndrojnë para madhërisë së Tij, faqebardh e krenar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Zoti ju shpërblet për dëgjimin, për shoqërimin tonë në këtë rrugtim, për të trajtuar këto shqetësime të nevojshme për secilin për nesh, e në veçanti për rinin tonë të dashur. Allahu ju ruajt kudo që t'jeni, ju begatoft, ju lumturoft në këtë botën e botën tjetër, dhe na bashkoft e na takoft në podiumet më të larta, më të ndritura të xhenetit, në afërsi me pejgamberët e Allahut, me dëshmorët, me njerëz të mirë dhe sinqert. Walhamdulillahi rabbil alamin. Shihemi javën e ardhshme për të trajtuar një prej shqetësimeve të radhës. Lusë Allahun që t'ju ruaj dhe t'ju begatoj. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.